Digital World, ose më mirë bota digjitale. Po pres pjesën tjetër të familjes dhe doja që të flisja për këtë, sepse të rinjtë e sotëm, si vajza ime për shembull apo fëmijët tuaj, sot janë të lidhur kaq fort me botën digjitale sa që pa të nuk mund të jetojnë dot. Ndiqeni deri në fund këtë material, sepse është për të mirën tuaj, për të mirën e fëmijëve tuaj, për të mirën tonë, të gjithëve. Kush është rastësisht e di bëj live faqes që jemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi bashkë. Bota digjitale është mjaft e rëndësishme, por është edhe kaq degraduese. Do t'ju them se përse. Janë që të dyja ecin paralele. Pra, qoftë zhvillimi, por qoftë edhe degradimi. Nëse e keni vënë re, ose më mirë ta fillojmë më përpara. Ishte dikur një telefon. Një telefon ku ne e përdonim për të telefonuar. Telefoni lindi brenda një shtëpies, sepse shkurtoi distancat. Me anë të telefonit i zgjidh shumë probleme. Mirë po, kur u zbulua pastaj telefoni celular, ishte akoma më e shkurtër koha, sepse përveç se ti nuk je brenda një shtëpie, por ti lëviz dhe gjatë lëvizjes që ti bën, mund të mbyllësh edhe punë. Bile, ka disa njerëz që i mbyllin punët vetëm me telefon. Nuk janë parë asnjëherë, por me telefon mbyllin punën dhe punojnë. Por kujdes, këta punojnë. Nuk e di më kuptoni apo jo. Ndërsa, nëse shikoni, pra ai telefon atje një që ta mbaroj këtë, ai telefon atje ishte për të telefonuar dhe për të zgjidhur problemet. Madje do t'ju them, unë mbaja mend pothuajse 30 apo 40 numra. Pjesën tjetër mbaja mend vetëm numrat e fundit, por pjesët kryesore të rubrikës i mbaja mend. Numrin e babait tim, numrin e nënës, numrin e vllait, numrin e të fejuarës, të gruas apo ku ta di unë. Që më vonë u bë grua ime. Dhe kjo bëri që bënte që unë të zhvilloja kujtesën, pra të kisha memorien më të fortë. Në fakt, nëse vini re, kohët e fundit, duke sikur memoria është eliminuar, një pjesë e madhe e memorjes nga disa njerëz. Po ti vini re, disa njerëz janë si të çoroditur. Pse? Pikërisht pra sepse po ti shikoni, më fali po jam ftohur, duket sikur nuk i gjenden në këtë botë disa njerëz, po të flisim me ta, sepse kërkon truri, nuk janë ata, por truri kërkon që të mbaj mend dhe kërkon që të zgjidh problemin në atë moment. Mirë po, ai teksa ka parë telefonin, truri ka parë në atë moment, për shembull diçka që i ka pëlqyer. Një djalit për shembull i ka pëlqyer një vajzë dhe e kaloi aty thot truri thot, ok, kjo më pëlqen dhe do ta shikoj edhe një herë tjetër. Ose një vajzë thot, o pash një djalë. Apo pash diçka, një profum, një diçka. Dhe truri, kjo nuk është psikologjisht e vërtetë. Dhe truri, duke ti pa e kuptuar, truri punon që të gjej atë dhe ti harron. Harron se çfarë do thoshe, harron atë që ke përballë teje, harron një numër telefoni për harron. Më thoni, sot kush nga ju mban mend numra telefonit të rëndësishëm? Një pjesë të vogël të numrave mbani mend. Apo jo, për shembull të babait, të nënës, të vllait apo ndoshta, por pjesa dërmuese nuk i mbani mend. Pse? Sepse ka shumë informacion. Pra telefoni sot ka shumë informacion dhe gjitha i informacion që është aty krijon blackout në trurin e njeriut. Pra krijon probleme. Por digitalizimi, siç ju thash, është edhe informativ, është i rëndësishëm sepse fillimisht kryen punët. Pra po më bërtet një qenë. Punët që ti kryen janë të shpejta dhe janë në një kohë shumë të shkurtër, pra me anë të telefonit. Ndërkohë, ka disa që punojnë me telefon, sepse me telefon kanë disa aplikacione me të cilat gjenerojnë para. Disa të tjerë janë influencer, të tjera akoma kanë punën e tillë, për shembull që nëpërmjet So ragazzi, jem të rinj. Kur hipi në motor, brum brum. Dhe po thoshja, ja, si ju thash, për shembull, ka disa të rinj, ja, me qenë se rasti tani, modifikojnë motorat. Pse?
çfarë dëshire e madhe është kjo që ti të modifikosh motorin që të bëj zhurmë motori? Përse duhet bëj zhurmë motori? Të rinj kemi qenë dhe ne. Okej, ecja shpejt me motor, kaq. Po pse duhet ta modifikosh ti që të bëj zhurmë? Zhurmë për kë? Që ta shikojnë të tjerë që ti po kalon me një mjet që bën zhurmë? Pra është banalitet, apo jo? Zgjuarësia e njeriut, sepse duhet të dini të zgjuarit, ata inteligentët, mbajnë botën në kontroll. Dhe po ti shikoni, të gjithë familjet e tyre, pra edhe fëmijët e tyre, nuk janë absolutisht kështu. Të kenë motorra që, ku ta di unë të bëj, ta modifikoj, apo të marrë një makinë që tiki me 200 km/h. Jo. Janë super të kontrolluar. Dhe pastaj kur dalin në jetë, e njohin mirë jetën sepse kanë bërë një stazh shumë të detajuar. Dhe ata pikërisht prej vitesh kanë qenë dhe do të mbeten. Pse? Sepse është praktika, është mësimi që ata kanë bërë nga prindrit e tyre dhe nga shoqëria ku ata jetojnë, që është një shoqëri e niveleve të larta, sepse kanë zhvillimin në dorë. Tani, në qoftë se ne do Në qoftë se do marrim të rinj për shembull, se si e përdorin teknologjinë sot, mjaft të shikoni fëmijët tuaj. Fëmijët, duke filluar që nga mosha 4 apo 5 vjeç, deri në moshën 15 apo 20 vjeç, pjesa dërmuese e fëmijëve tërë ditën në telefon, pa asnjë sens. E përsëris, fare, pa asnjë sens. Shikojnë në pafundësi video, pafundësi, atje, tok, ose ndonjëherë bëjnë edhe mesazhe mes tyre, budallëqe, dhe nuk mësojnë. Pjesa dërmuese po flas, nuk mësojnë. Dhe mësimi është gjë e rëndësishme, sepse ti në qoftë se nuk di, si do ecësh në jetë, çfarë do bësh ti në jetë. Por prisni sepse është një problem tjetër akoma më i madh. Problemi më i madh është puna. Pjesa dërmuese e njerëzve nuk punojnë. Pra pjesa dërmuese e njerëzve nuk e vrasin mendjen se si të punojnë. Dhe ajo teknologji që ka në dorë, duke shkuar aty gjithë ditën, humbet kohën. Dhe koha është flori, thoshin të vjetrit shqiptar. Koha është pasuria më e madhe. Ti kur e humb kohën, ajo kohë nuk kthehet dot më mbrapsht. Dhe ti atë kohë që humbe, ti duhet ta qash 1000 herë. Normal që ne duhet që na duhen disa momente, për shembull, për të qetësuar, të shikosh disa gjëra, të informohesh për disa gjëra, e ndonjëherë edhe për të qeshur në telefon, po, normal, sepse informacionet i kemi këtu. Por nuk duhet të jetë 80% budallëqe dhe 20% hajde se mos e bëjmë për punë, që edhe egzagjerova 20%, sepse po ti shikosh të rinjt, rrin 90% aty, tërkohën, sepse 10% e përdorin vetëm për të bërë chat me njëri tjetrin, për shembull nëse ose për të folur në telefon, me fjalë komunikimi, kurse pjesën tjetër për budallëqe. E dini se çfarë do të thotë kjo 90% të kohës tënde ta humbasësh në telefon? Ke humbur gjysmën e jetës. Sepse pjesa dërmuese e njerëzve i kanë telefonat dhe e harxojnë kohën e tyre pikërisht telefona. Pra, digitalizimi i botës sot ka marrë vurull në 2 drejtime të ndryshme. Pra, një drejtim është ai që ka degraduar njeriu dhe një drejtim tjetër që është shumë më i vogël në përqindje, janë ata që kanë kuptuar që me anë të digitalizimit, përveç se mund të informohen, mund të bëjnë edhe të ardhura financiare. Thash, keni për shembull disa të rinj në Itali që janë shumë të aftë për shembull në botën digjitale duke bërë trading. Disa nuk i durojnë dot këto trading dhe thonë që ose ç'na duhet ne që për investime apo ku të diun. Por sidoqoftë, ata bëjnë para. Pra ushqehen me atë. Dhe edhe sikur të jenë investime të vogla, se për shembull kam parë një italian, për shembull që është një nga traderit më të mëdhenj, le të themi, të kohëve të sotme,
të rinj, po flas, 21 vjeç djaloshi, e filloi që të bënte trade me 100 euro. Sepse ato 100 euro që ja dha gjyshi, ai për thjesht për shaka, tha dua që ti investoj. Edhe filloi që të bënte një trade. E hapi vet një projekt, me një fjalë me pagesaj, sa mundi dal nga dal, e hapi vet një projekt dhe tani është bërë një nga milionerët evropian. Pse? Sepse ai e shfrytëzon teknologjinë. Pra digitalizimi ka ndarë shoqërinë në dy grupe. Grupi kryesor, pra ai që dominon, janë ignorantët, janë ata që përdorin kod, vetëm thjesht për budallëqe. Dhe me qenë se bën njëri, e bën dhe tjetri dhe imitoj njëri tjetrin, kurse grupi tjetër që shumë pak janë ata që e shfrytëzojnë. Pra, unë ju informova sepse e di që shumë prej jush i njohin këto të vërteta, por është mirë që kur i diskutojmë së bashku, të ndërgjegjësohemi për veten tonë, për fëmijët tanë, për familjet tona. Kështu që pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument? Ju pres, dhe lini komentin tuaj, sepse diskutimet e përbashkëta i keni vënë re që zgjojnë mendimin kolektiv. Ju përshëndes, hajde, kalofshi një ditë bukur sot.